Nëse mundem shumë shkurt, besoj që vetëvendosja edhe sot, po t'i ketë 61 vota, prap nuk do të voton të pro konsolidimit të kuvendit. Vetëvendosja dhe egoja e tyre personale tu fillu prej Albin Kurtit deri te aktivisti fundit i tyre, nuk i lejon edhe nuk dëshirojnë që të kenë pjesë e një koalicioni. Nisur nga kjo, marrë shkas nga viti 2019-2020, kur ishin në bashkë koalicion me LDK-n, dhe prej atëherë unë isha atë kohë pjesë e vetëvendosjes, dhe e di sakt se çka është folë dhe jam i bindun që ata do të vazhdojnë me atë trend. Pra, lëvizja vetëvendosje asnjëherë nuk dëshiron të jetë në bashkë koalicion me një parti tjetër, aq më pak kur është kaq e pafuqishme sikur që është sot. Prandaj vazhdon ky trend i emrit të Albolin e Haxhiut, duke marrë parasysh që gjithkusht tjetër, koft Glauku, koft Saranda Bugujevci, ose edhe Shqipe Selimi do të votoheshin. Pra, vetëvendosja nuk don që të futet në koalicion dhe